mund t'i dalë në mbrojtje vajzave dhe grave, që nga personazhet të tilla duhet të kenë shumë kujdes. Sepse personazhet të tilla në momentin që arrin të gjejnë pjesën tënde më vulnerabël, më të prekshme, arrin të ta marrin atë pjesë dhe të nënshtrojnë nëpërmjet kësaj. Që ti je i nënshtruar, ti do t'i shikosh me idhujtari, por do të kuptosh njëkohësisht që ajo dhe shteron. Jam vampira energjik. Dhe ti krijon një lloj idhulli në kokën tënde dhe ky lloj idhulli ti je i bindur që të merr dhe të përdor dhe të shtrydh dhe masi të ka shtrydhur mirë do kaloj te lodra tjetër. Këta janë njerëz të paaftë që edhe kur krijojnë familje, i kanë familjet e deformuara, por në shumicën e rasteve nuk janë të aftë as të krijojnë familje ose krijojnë familje për një kohë të shkurtër derisa gjejnë një lodër tjetër, sepse çdo gjë për këta është lodër. Mirë, po këta janë ato lloj figurash të cilat ti i adhuron në mënyrë ekstreme.